E para për të ushtruar kontroll në atë minjerë. Në kushtet e grevës, pa tjetër unë e mirë kuptoj atë që ju thatë ju nuk mund të ushtronit kontroll atje, po tani që nuk ka grevë, atje duhet ushtruar kontroll deri në 1. Edhe për kushtet e zbatimit kontratës, po edhe për kushtet e punës së minatorëve atje. Dhe në këtë kontekst duhet me do e mos të verifikohet çdo element. Veçanërisht elementet e pushimit nga puna të atyre minatorëve që ishin në të drejtën e tyre kushtetuese të organizimit në një sindikat dhe të organizimit e një greve të lishme atje. Së dyti, për këto paçavuret që edhe ju i keni në dispozicion. Atje vërtet janë kthyer në punë 11 njerëz, po nuk janë nga ata që ishin në grevë. Janë nga ata që janë detyruar në mënyrën më të turpshme, më të neveritshme që jo vetëm të thyen, po edhe të poshtrohen. Pra të pranojnë që nuk kanë shkuar në punë për shkak se të tjerë minatorë nuk i kanë lejuar dhe kanë ushtruar presion ndaj tyre atje. Apo në krahun tjetër që ta heqin dorë nga çdo lloj pretendimi që për këtë periudhë kohore mund ta diskutonin, dhe ky është elementi i sigurisë juridike, po pra për ta në gjykatë. Këto janë 2 letrat që i detyrojnë ata njerëz atje të nënshkruajnë për të kthyer në punë. Ndërkohë që nga pjesa e minatorëve të Spaçit që kanë qenë në grevë deri tani nuk është rimarrë në punë kërkush. Sepse po ju them edhe një herë tjetër, e ka bërë ndërmjetësin, cili do që ka thënë e kam unë mik atë pronarin atje dhe do negocioj unë që ju të ktheni të gjithë atje. Dhe natyrisht ai pronari i asaj ndërmarrje atje është tallur pafund me cilin do. Pse? Sepse nuk ka pasur përballë në mënyrë të qëndrueshme një autoritet shtetëror që i vë para përgjegjësisë ligjore në raport me minatorët atje. Këtë janë element që është detyra juaj tani, e keni minjerën të lirë, po duhet nxituar. Sepse siç ju thash në komision, koha është ajo që ikën. Dhe bashkë me kohën, për fat të keq, do ndodhemi para faktit që edhe ata minatorë do zgjedhin të ikin. Jo nga Mirdita, po nga Shqipëria. Kështu që është themelore dhe etike reagimi i institucioneve të shtetit tani. Dhe për ta rikapituluar këtë gjë, po patjetër, ne na duhet një model i ri me ligj i administrimit tyre pasurive kombëtare, minerare në radhë parë, duke anuar nga një ekuilibër i ri midis publikes edhe privates. Na duhet një model i ri i kontrollit, se unë nuk mund ta pranoj që kompania që ne kemi kontraktuar në Spaç të deklarohet ta përfundoj fjalën. Të deklarohet me humbje të aktivitetit, kur Bakri ka qenë në nivele shumë të larta dhe mbi të gjitha, ari që gjendet në dokumentat, mbi të cilën është nënshkruar ajo kontratë, jo ka qenë në nivele të larta, po ka qenë në nivelet më të larta historike ndonjëherë. Bankers, ky operator apo një operator tjetër cili do në fushën minerare nuk mund të na marri më për budallën. Na u deshën 20 vjet që Bankersin ta vinin para përgjegjësisë ligjore që mos na gënjente më. Për 20 vite me radhë na ka thënë që jam me humbje. Të njëjtën gjë po bëjnë dhe këta të tjerët në sektorin e mineraleve të ngurta. Stop. Janë produkte që janë në majën e bursës, sa i takon çmimeve. Dhe këta nuk mund të na thonë që me ato rroga që japin punëtorëve, minatorëve apo naftarëve, atje matan, këta dalin me humbje. Faleminderit. Faleminderit zoti Blaçe, zonja Ibrahimaj dhe zoti Gogu. Vetëm për një sqarim, unë ju përgjigja edhe komentet që bëri zonja Tabaku, po edhe në vijim të asaj që ju sapo thatë, pa diskutim që inspektimi do të filloj për të gjitha ato kushte që kemi diskutuar në para komisionit, po në ndërkohë është shumë e rëndësishme që ne bashkarisht të bëjmë një rishikim të legjislacionit. Neve gjatë vitit të ardhshëm kemi të parashikuar rishikimin e kodit punës dhe brenda të kodit punës janë të parashikuara procedurat e ndërmjetësimit, ku për hir të së vërtetës ka një rol Ministria Përgjegjëse për Punën për ndërmjetësimin, por kapacitetet nuk janë të mjaftueshme, pra ligji nuk parashikon ndërhyrje
të ministrisë përtej një momenti të uljes së palëve dhe përpjekjes për ndërmjetësim. Është e rëndësishme që ky rast të na shërbej si një rast i cili duhet të shërbej si piknisje me qëllim që ne të bëjmë ndërhyrjet e duara në kodin e punës gjatë vitit të ardhshëm, një ndryshim që sigurisht është i parashikuar edhe brenda planeve tona për integrimin evropian. Faleminderit, fjalën e ka zoti Blend Himçi, përgatitet zoti Vullnet Sinaj. Faleminderit kryetar, të nderuar koleg, ky projekt ligj që kemi sot nuk është thjesht një reformë teknike për modernizimin e sektorit minerar, ajo është një provë politike e qeverisjes sonë. Është një test i transparencës dhe i llogaridhënies dhe i aftësisë për të mbrojtur interesin publik përballë interesave të ngushta private. Po flasim për një sektor strategjik ku pasuria minerare e vendit është në lojë. Dhe kur flasim për pasuri minerare, flasim për pasurinë e të gjithë shqiptarëve dhe jo për xhepat e oligarkëve. Sigurisht që këtu diskutua që legjislacioni ka mbetur i vjetër në përputhje me zhvillimet ekonomike që ka pasur dhe jemi plotësisht dakord në aspektin teorik, do të thoja, për harmonizimin e legjislacionit minerar me ato të Bashkimit Evropian sipas direktivave dhe politikave të BE-s. Jemi dakord për strategjinë afatgjatë dhe menaxhimin e burimeve natyrore. Jemi dakord për potencialin dhe punësimin për zhvillimin lokal. Por le të jemi të qartë, këto janë vetëm premtime në letër, në realitet, pa institucionet forta dhe pa transparencë, këto pika pozitive kthehen në fasadë propagandistike. Mungesa e transparencës, pse e them, ky projekt ligj nuk garanton publikimin e kontratave dhe licencave minerare. Pse fshihet ky informacion? Kush përfiton nga mungesa e transparencës? Pa publikimin e kontratave, ky ligj është një ftesë e hapur për korrupsion. Faktikisht nuk ka garanci për zbatimin e standardeve të BE-s për biodiversitetin. Qeveria flet për zhvillim të qëndrueshëm, por në praktik lejon shkatërrimin e mjedisit dhe kjo është një tradhti ndaj brezave të ardhshëm. Projekt ligji nuk parashikon konsultime të detyrueshme me banorët, pra vendimet e marra në Tiranë, ndërsa komunitetet që preken direkt nga shfrytëzimi minerar mbeten pa zë. Ky është një centralizim autoritar dhe jo demokraci. Pa mekanizma të fortë kontrolli, ky ligj rrezikon të mbetet vetëm letër. Kontrolli i lartë i shtetit dhe agjencitë e tjera nuk kanë fuqi reale për të ndaluar abuzimet. Kjo nuk është thjesht paaftësi, kjo është kapje politike e institucioneve. Le ta themi hapur, nëse parat publike nuk do të ishin shpërdoruar në PPP-t e dështuara dhe në aferat e inceneratoreve, sot do të kishim fondet mjaftueshme për të investuar në sektorin minerar, pa pasur nevojë për ligje të reja që hapin rrugë për abuzime. Pasuria minerare nuk është menaxhuar në interes të qytetarëve, por për interesat e klientëve privat. Ky projekt ligj është një shembull i qartë i mënyrës se si qeveria përdor reformën për fasadë. Flitet për integrim evropian, por praktikohet korrupsion. Flitet për mbrojtje të mjedisit, por lejohet shkatërrimi i tij. Flitet për zhvillim lokal, por lë komunitetet pa zë. Flet për institucionet forta, por ato janë të kapura politikisht. Nëse ky ligj miratohet pa ndryshime, ai nuk do të sjellë zhvillim qëndrueshëm, por do të kthehet në një tjetër mekanizëm të pasurimit të oligarkëve dhe varfërimit të qytetarëve. Ne rekomandojmë një transparencë të plotë për publikimin e kontratave dhe licencave minerare, raportim periodik mbi të ardhurat dhe taksat, mbrojtje e mjedisit me detyrim ligjor, rehabilitimi i zonave pas shfrytëzimit, studime të detajuar të ndikimit në mjedis, përfshirje të komuniteteve lokale, konsultime publike të detyrueshme, fonde
për zhvillimin lokal nga taksat minerare. Institucionet të forta dhe të pavarura, agjenci minerare me kompetenca të qarta, audite të rregullta nga kontrolli i lartë i shtetit dhe sankcione të forta për shkeljet. Integrimi evropian duhet jetë real dhe jo një propagandë.